وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Në qoftë se të vjen rënd që ata të kthejnë shpinën, nuk të besojnë, nuk ta njohin atë mrekulli që ke në dorë, bëj një tunel në tokë ose ngri një palshkallë në qiell. Nëse të vjen përdore që të shfaqësh atyre një mrekulli, mos ri po bëje. Pra meqense ty nuk të vjen përdore derisa të vi urdhri i Zotit. Nëse Zoti do të dëshironte, do t'i mblidhte ata në rrugën e drejtë. Pra ruhu e mos u bëj nga të paditurit në këto punë. Shpjegime. Fahri Razi u thot se ashtu siç e tregon Ibn Abbasi, zbritjen e këtij ajeti e ka shkaktuar ngjarja që vijon. I quajturi Harith ibn Amir një ditë vjen te pejgamberi së bashku me disa shokë të tij nga Quraysh dhe i thot: "O Muhammed, na bjerë edhe ti një argument prej Zotit ashtu siç e kanë prur edhe pejgamberët e tjerë, dhe kështu ne do të besojmë profecinë tënde." Mirpo Zoti e dinte se edhe sikur atyre t'u asillte mrekullin që kërkonin, ata përsëri nuk do të besonin. Prandaj Zoti nuk e solli atë mrekulli. Atëherë pejgamberi i erdhi shumë rënd sepse ai kishte dëshirë të madhe që ata të bëheshin mysliman. U përpoq aq shumë sa sikur të kishte mundësi do të bironte tokën ose do të ngrinte një palshkallë që të ngjitej në qiell dhe t'u binte atyre mrekullin. Në këtë gjendje Zoti zbriti ajetin në të cilin i thoshte pejgamberit: "I dashuri im, përse të rëndon aq shumë mosbesimi i tyre dhe përpiqesh kaq shumë sa sikur të kishe pushtet do të biroje tokën e do të ngrije një palshkallë që të ngjiteshe në qiell për t'u prurë atyre mrekullin." Pra, nëse ke zotësi ti bësh ato punë, bëj dhe bjere edhe atë mrekullim për ata, por meqense nuk të vjen dorësh të bësh të tilla punë, mos u hidhëro. Nëse do donte Zoti do t'ua bënte mbar atyre besimin, por ai nuk do, sepse ata vetë e shpenzojnë fuqinë e tyre në kufër. Meqense ata nuk dëshirojnë të besojnë, edhe Zoti nuk ua bën mbar atyre besimin. Pra ti s'ke ndonjë dobi prej hidhërimit tënd, sepse ti nuk mund ta sjellësh dikë në udhën e drejtë nëse nuk do Zoti. Prandaj mos u bëj nga ata që nuk dinë, të cilët e kanë zakon të përpiqen për të bërë gjëra që zbëhen dhe përpiqen aty ku duhet bërë durim. Fahri Razi u thot se ndalimi që i bën Zoti pejgamberit për të pëlqyer zakonin e atyre që s'kan dituri, është për t'i hequr atij përfundimisht hidhërimin që ai ndjente nga mosbesimi i qafirëve. Zoti për të treguar edhe shkakun e mosbesimit të qafirëve urdhëron e thot: "Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un." Thirrjes tënde i përgjigjen vetëm ata që dëgjojnë, ata që e dëgjojnë atë thirrje me vullnet, me veshin e shpirtit dhe e marrin vesh kuptimin e saj. Zoti do t'i ringjall edhe i dhujtarët e vdekur, pastaj ata vetëm tek ai do të kthehen e do të shkojnë. Atje do të shohin dëshkimin për veprat e tyre. Shpjegime. Hazini thot se ata që e dëgjojnë thirrjen e pejgamberit dhe i përgjigjen asaj është për besimtarët, kurse të vdekurit është për qafirët që s'duan të dëgjojnë të drejtën. Pra kuptimi është: i dashurim, mos u hidhëro pse qafirët nuk i përgjigjen thirrjes tënde, sepse ata nuk e dëgjojnë thirrjen që ti përgjigjen nga që ata janë si të vdekur. I dhujtarët në këtë ajet janë shëmbëllyer me të vdekurit sepse trupi gjallë ka një shpirt dhe shpirti i shpirtit është mendja, kurse shpirti i mendjes është dituria për Zotin. Pra siç është i vdekur trupi pa shpirt, ashtu është edhe shpirti pa mendje, po ashtu edhe mendja pa atë dituri është e vdekur. Prandaj, i dhujtarët nga që nuk kanë dituri të saktë për Zotin e vërtet, janë si të vdekur. Zoti është i pushtetshëm të ringjallë të vdekurit ditën e Kiametit dhe t'i bëj ata që të besojnë. Kurse ti o i dashurim nuk je i Zotit i ngjallësh ata, prandaj mos u hidhëro nga mosbesimi i tyre. Zoti për të treguar disa nga dyshimet që kishin qafirët në profecinë e Muhammedit alayhi salam, urdhëron e thot: "Wa qalu laula nuzila alayhi aya min rabbih qul inna Allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharahum la ya'lamun." Ata thanë sikur pejgamberit t'i zbriste një ajet prej Zotit të tij, thuaj atyre se Zoti është i fuqishëm ta zbresë ajetin që kërkojnë ata, por shumica e tyre nuk e dinë se ç'sjell ajo zbritje. Shpjegime. Ata thanë sikur pejgamberit i zbriste një ajet prej Zotit të tij. Kuptimi: qafirët gjithnjë kërkonin zbritjen e një shenje prej Zotit dhe kjo shenjë do t'i shtrëngonte ata që të besonin përdunisht. Mirpo pejgamberit i kishin zbritur shumë shenja të cilat vërtetonin se ai ishte i tillë, por ata nuk i besonin profecisë së tij. Prandaj edhe sikur të shfaqej mrekullia që kërkonin qafirët, përsëri ata nuk do të besonin dhe gjithnjë do të kërkonin të tjera mrekulli. Prandaj Zoti për t'u prerë atyre hovin e kërkesave të kësaj natyre e ka refuzuar kërkesën e tyre
atyre dhe u ka mbyllur derën një herë për gjithmonë duke thënë: "Thua ju se Zoti është i fuqishëm ta zbresë ajetin e kërkuar, por shumica e tyre nuk e dinë se ç'sjell ajo zbritje. Ata nuk e dinë se pasi të shfaqet mrekullia që kërkojnë, në rast se nuk do t'i besojnë pejgamberit, do ta pasojnë keq dhe do të zhduken krejtësisht, sepse është vendimi i Zotit që kur një kombi kërkon pejgamberit një mrekulli dhe nuk e besojnë atij edhe pasi të shfaqet mrekullia, në çast atë komb e përfshin një katastrofë e madhe dhe e zhduk. Kështu ka rrjedhur puna për të gjithë popujt e kaluar para pejgamberit ton, por idhujtarët e Mekës, meqense nuk e dinin këtë, gjithnjë kërkonin që pejgamberit u shfaqte atyre një mrekulli. Zoti e dinte se përsëri ata nuk do të besonin, por meqense ai nuk dëshironte zhdukjen e tyre, nuk u aplotësonte kërkesën që bënin. Fahri Razi u thot se Kurani është një mrekulli e dukshme që s'ka nevojë për shfaqjen e ndonjë mrekullie tjetër, sepse kush nuk i beson Kuranit, nuk do të besonte edhe mrekullit. Prandaj Zoti nuk e ka zbritur mrekullin që kërkonin qafirët. Kërkesa e qafirëve për mrekulli të tjera përveç Kuranit ishte vetëm për inat dhe për t'u ngrefosur dhe jo se donin të besonin. Zoti për të treguar edhe një argument tjetër se ai është i fuqishëm të zbresë ajetin që kërkojnë qafirët, urdhëron e thot: "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun." S'ka ndonjë kafshë që ecën në faqen e dheu dhe as ndonjë lloj shpendi që fluturon me dy fletët e veta që të mos jenë bashkësi si ju. Ne s'kemi lënë gjëmangët në librin e quajtur Lauhi Mahfudh ose në Kuran. Pastaj ato kafshë, ato shpend do të mblidhen para Zotit të vet. Shpjegime. S'ka ndonjë kafshë që të mos jenë bashkësi si ju, kuptimi. Të gjitha kafshët e shpendët janë krejtësisht si ju në krijim, në të ngrënë e në të pirë, në jetesë e në vdekje dhe çdo lloj prej tyre janë fise më vete. Ne s'kemi lënë gjëmangët në librin e quajtur Lauhi Mahfudh ose në Kuran, kuptimi. Ne kishim shkruar punët, ushqimin dhe sa kohë do të jetojnë për ata në Lauhi Mahfudh. Ose ne s'kemi lënë gjëmangët pa e shkruar në Kuran disa çështje me shpjegime, disa të tjera shkurt dhe disa të tjera me shenja. Në Kuran kemi përmendur të gjitha ato gjëra që u duhen njerëzve për të fituar lumturinë në të dyja jetët. Pastaj ato kafshë, ato shpend do të mblidhen para Zotit të vet. Kuptimi, nëse u bëni ndonjë padrejtësi kafshëve dhe shpendëve, dijeni se edhe ato do të mblidhen ditën e Kiametit para Zotit dhe vetë Zoti do ta marrë hakun e tyre. Pra ai Zot që është i fuqishëm të ringjall kafshë e shpend, a nuk është i fuqishëm të zbresë ajetin që kërkojnë qafirët? Po, ai padyshim është plotësisht i fuqishëm. Zoti tha për qafirët se ata janë si të vdekur e nuk dëgjojnë. Për ta forcuar atë thënie, Zoti urdhëron e thot: "Walladhina kadhabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumati man yasha illah yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim." Ata që përgënjështrojnë ajetet tona janë shurë dhe memec që kanë ngelur në errësirat. Zoti atë që dëshiron e nxjerr nga udha e drejtë dhe atë që dëshiron e mban në udhën e drejtë. Shpjegime. Ata që përgënjështrojnë ajetet tona, qafirët që përgënjështrojnë ajetet që tregojnë ekzistencën, njësimin, fuqinë dhe diturinë tonë, janë nga ata të shurduar që nuk e dëgjojnë të vërtetën, janë nga ata memec që nuk e flasin dot atë dhe janë nga ata të verbër që kanë mbetur në errësirat e padijes, të inatit, të mohimit dhe të imitimit. Zoti e atë që dëshiron e nxjerr nga udha e drejtë. Atë njeri që nuk i afrohet së vërtetës Zotit nëse dëshiron e nxjerr nga udha e drejtë, kurse atë që dëshiron e mban në udhën e mbar, pasi vetë njeriu të harxojë fuqinë e tij në të mbarën. Në tefsirin Hazin thuhet se qafirët dinë dhe flasin, por meqense atyre nuk u bën përshtypje fjala e drejtë dhe nuk e flasin atë, janë shëmbëllyer me shurdhët e me memecët. Në Kuran Zoti gjithnjë i ka shëmbëllyer ata me të vdekurit. Zoti tregoi paditurinë e plot të qafirëve, për të treguar edhe se kur mbi ata zbret ndonjë mënyrë, megjithse janë mohues, përsëri ata Zotit i luten, urdhëron e thot: "Qul ara'aytukum in atakum a'dhabullahi aw atatkum as-sa'a a ghayra Allahi tad'un in kuntum sadiqin?" Thua ju atyre, më tregoni, ç'keni parë prej adhurimit të idhujve, nëse u vjen dëshkimi i Zotit ose u vjen dita e Kiametit apo të tjera, veç Zotit, kë thërrisni ju, apo e thrisni Zotin? Nëse jeni të vërtet kur thoni se idhujt do t'ju shpëtojnë, ç'prisni? Lutjuni atyre. "Bel iyyahu tad'una fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun." Jo, vetëm atij luteni ju dhe ai, nëse dëshiron, e largon atë gjën për cilën ju i luteni, atëherë i haroni ata që ju ja vini shok Zotit dhe nuk i luteni atyre.